Të nderuar miq, takohemi sërish me të pashosh, do t'jemi me një tjetër të ftuar në studio, por pa i ikur aktualitetit politik dhe analizës mbi të. Kam kënaqësinë të kem sonte të ftuar në studio Fitim Zekthi, pedagog i shkencave politike. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ne jemi mësuar të shohim paneleve me analizat politike, kështu që analist e themi më faleminderit më më shkurt. parë për ftesën për emisionin. Është kënaqësi të jem në studio kësaj natyre. Nuk është se jam shumë miqësor me studio kësaj natyre, kështu që Analizë bëhet edhe këtu, nuk është se bëhet jam në rregull, kështu që diçka ndryshe. përderisa jemi në analizë politike, jemi marrë një fushë që unë mendoj se mund të them diçka. Ja, aty jemi. Ta nisim nga një koment i përgjithshëm post 11 maj që rënoi edhe më shumë opozitën për nga numri i votave që mori, kryesisht Partinë Demokratike, dhe i dha mandatin e 4-të një qeverie kaq jetë gjatë. Çka komenti, ky koment mund të bëjë edhe para zgjedhjeve, pra sepse ne dinim çfarë do prodhonin të zgjedhjet, kuptimin e rezultatit. Mënyra si opozita e trajtoi vetëm. Mirë, jo kaq rezultat edhe nuk ishte parashikuar, ë? Fitoria ndoshta po. Dakor, po nuk bënin ndryshim të madh, 3 mandate, 7 mandate, 76 mandate. Në kuptimin e mënyrës si do ushtrohet pushteti nuk ka ndikim. Ka ndikim për treguar që opozita është shumë më dobët nga që ne mund mendoni se mund të ishte. Pra komenti im është ky, Shqipëria sot është e depolitizuar. Kjo është komenti im, nuk ka politik, përsi politika vdekur, sepse shumica në qeveri nuk mund t'ja llogari para askujt sepse fiton kollaj, pra e ka të pamundit të humbë zgjedhjet. Opozita nuk jep llogari sepse nuk fiton dot, kështu që ngurtësohet, solidifikohet, mblidhet ka rreth i vet i ngushtë dhe nuk. Tani pse humbi kaq thellë Partia Demokratike me Berishën krye dhe pse fitoi kaq thellë Partia Socialiste me Edi Ramën? Kjo analiza komplekse, po edhe të thjeshta fare, njëkohësisht. Humbi sepse nuk u bë një forcë për ndryshimin. Gjëja e parë, pra për të rënë kokë me një fjali. Për të rënë kokë më gjatë, pastaj humbi sepse nuk arriti të bëhet bartse e shpresës për njerëzit. Humbi sepse nuk është demokratike, humbi sepse nuk është e djathtë, humbi sepse nuk arriti të bëjë një aleancë me njerëzit qytetarët, humbi sepse nuk kupton dot shoqërinë, nuk kupton dot rendin shoqëror, humbi sepse ka probleme të saj të brendshme, humbi sepse u solli në mënyrë të tillë që rregulloi jetën e saj të brendshme, humbi sepse nevojat e saj të brendshme janë më të mëdha se nevojat që ka shoqëria ose që duhet kishte Partia Demokratike për të përfaqësuar shoqërinë. Pra analiza është shumë e gjerë pastaj. Por në thelb është kjo nuk përfaqësoi dot ndryshimin që një parti të fitojë, një parti në opozitë fitoi zgjedhjet kudo, jo thjesht Shqipëri. Itali, Greqia, Amerikë, doni juve, duhet të jetë ndryshimi. Nuk është ndryshimi. Sa përgjegjës është Berisha për këtë rezultat? Shiko, sa përgjegjës është përgjegjës në një masë dormuese, padyshim sepse është kryetari i Partisë Demokratike. Është përgjegjës në një masë të madhe sepse ai e ndërtoi këtë lloj mënyre ose këtë lloj qasje të Partisë Demokratike në 3-4 vite. Por përgjegjësia pastaj është shumë më e gjerë se kaq dhe prapë mund të jemi te Berisha, por nuk ka të bëjë me këto 3-4 vite. Përgjegjësia ka të bëjë me mënyrën si Partia Demokratike funksionon prej minimumi 15 vitesh, që ka viti 2009. Sepse Partia Demokratike që në viti 2009 u shkëput totalisht nga interesi i qytetarëve dhe njerëzve. Bëri një koalicion me Ilir Metën, qeverisë së bashku 4 vite, qeverisja shkoi keq, nuk reflektoi, nuk bëri introspeksion, nuk e kuptoi pse humbi, nuk kuptoi çfarë duhet bënte, qëndroi po aty me ata njerëz, me ato ide, me atë narracion, me atë narrativ, me ato dhe bëri truke elektorale, largoi kryetarin, por jo leadershipin, largoi kryetarin, por nuk lëshoi narrativin, largoi kryetarin, por nuk lëshoi gjuhën, nuk lëshoi ekipin, edhe shumë gjëra të tjera, pra i mbuloi të gjitha problemet aty që nga viti 2009. Pra është një parti që për fat keq nuk e kuptoi që nuk fiton dot pa ndryshuar, duhet ndryshosh, nuk fiton dot pa lëshuar pushtet, duhet lëshosh pushtet, nuk fiton dot pa u bër ajo që është shqetësimi real i njerëzve. Kështu që në këtë kuptim është përgjegjësi më e gjerë se sa një individ ose është përgjegjësi më e gjerë se sa atij që drejton sot Partinë Demokratike, është përgjegjësi e atyre që kanë drejtuar Partinë Demokratike nga 2009 të paktën. Që padyshim Berisha ka një përgjegjësi të madhe. Do kishte një rezultat ndryshe, po ndryshe, jo aty, nëse do të ishte dikush tjetër përveç Berishës në krye të PD-s. Kjo sot do trajtonte çështjet siç i trajtoi kjo partie drejtuar nga Berisha, nuk do kishte rezultat më të ndryshe. Pra nëse do ishte të zëm Flamunoka. Jo, flas për figurën, kur them Berisha, jo. Po, shikoj, Berisha e bart atë aureolën e njeriu të konsumuar prej vitesh me pëlqyeshmëri të madhe. Pra, shikoj, në shkencën politike ka faturën e konsumit. Patjetër, shikoj, në shkencën politike bëhet një llogari ose bëhet një vlerësim para zgjedhjeve.
Bëhet gjithmonë po sipas para zgjedhjeve. Pëlqyeshmëri, mos pëlqyeshmëri. Edhe zoti Berisha kishte pëlqyeshmërinë 25-30%, mos pëlqyeshmërinë 65-70%. Në këto kushte nuk ka shpresë fitore. Bëhet ç'të dush. Edhe Rama është me pëlqyeshmëri negative, po është 48, 52, 47, 53, 45, 55, pra e ka më të vogël mos pëlqyeshmërinë, pra diferenca negative në anën e mos pëlqimit është më e dobët se sa tek Berisha. Në këto kushte ka vdekur. Që të merrem dikë tjetër, ta them për shembull dikush që ka pëlqyeshmëri më të lartë. Kush mund të jetë për shembull, ta them, themi kot, të moralizoti ose Belind Klliçi. Nuk do fitonte dot. Qëse do vazhdonte të ishte në këtë narrativ, pra të sillej siç u soll Partia Demokratike, pra të sulmonte spakun gjëja e parë. Sulmonte reformën në drejtësi. Të përdorte gjuhën e drejtanishme të dhunës, të linçimit, të anihilimit, përdorte këtë ekip. Nuk të përdorën dot në gjë të madhe. Ka nevojë për ndryshim shumë të gjerë se kaq. Për ndryshimi nuk është thjesht çështje njeriu. Njeriu që është në krye i jep pamjen e vet forcës, jam dakord. Po, ama ndonjëherë forca, ndonjëherë gjuha, stili, komunikimi, të gjitha janë shumë të gjëra sa vetë individi. Kështu që në këtë kuptim do merrte rezultat më të mirë po të ishte njëri me pëlqyeshmëri më të madhe sa Berisha, e thash po të ishte Ekodion, të moralizoti, Luciano Boçi, Belind Klliçi, Rita Tabaku, Ilir Luemeti, pa dyshim që të merrte një rezultat më të mirë, por nëse ata do ishin brenda narracionit të Berishës, do bënin pikë përpresi gjërat i bëri Berisha, do humnin më ngushtë për do humnin. Ata do fitonin qartë, po qartë ama, nëse do adresonin shqetësimet kryesore shqiptare, që është reforma në drejtësi, që është korrupsioni i lartë. Shqipëria, shiko, në fushata Jo, ata nuk besojnë te kjo drejtësi tek spaku ose korrupsionin e denoncojnë ata. Kjo është mohabet tjetër, shiko. Një opozit nuk ekziston për të denoncuar korrupsionin. Se këtu ka një vend, në Shqipëri shpik shumë gjëra, shpik dhe i formulë të re dhe i teori të re politike. Shqipëria thotë që kanë bërë opozitë se po denoncoj qeverinë. Qeverinë mund ta denoncojë edhe një gazetë edhe një organizatë jo qeveritare. Opozita ka për detyrë të jetë alternativa qeverisë, pra nuk është çështje denoncimi. Nuk mjafton kaq. Dhe që të jesh alternativë qeverisë, duhet që të kesh idetë e duhura, ekipin e duhur, projektin e duhur, gjuhën e duhur dhe ti bindesh njerëzit që këto i ke sinqerisht, i ke seriozisht, se mund t'i gjesh ato nëpër libra, ato idetë e mira. Edhe i thu se duhet t'i thush. Problemi është ti bindesh njerëzit që këto i ke seriozisht, i ke sinqerisht. Pasi ti ke to, atëherë do fitosh zgjedhje. Kështu që në këtë kuptim, ata mund të thonë që ku di unë, denoncoj korrupsionin apo për spagut. Jo, duhet që ta dëshmosh seriozisht që ti e ke sinqerisht gjë. Nëse të moralizoti, Belind Klliçi, Luciano Boçi, Ilir Luemeti do ishin kryetar prezidenti, thash herë, do duhej që të bënin edhe transformimin e plot të ambientit, pra të atmosferës së partia. Tani Berisha nuk ka ndërmend sikurse ka deklaruar dhe kuptohet qartë që të ikë nga drejtimi i Partisë Demokratike pasi ai nuk gjen faj tek vetja, por e quan farsë elektorale 11 majin. Nga ana tjetër, paralel ne nuk është se kemi parë ndonjë zë të fortë që të dalë kundër Berishës, të kërkojë largimin e tij, etj. Pritet një analizë deri në vjesht, deri në shtator, siç thuhet, po jo edhe me ndonjë pritshmëri të madhe. Në këtë kuptim pret ndonjë zhvillim në afat shkurtër nga Partia Demokratike? Nuk pres dhe e dyta as nuk duhet të presim, besoj, sepse nuk ka kuptim të presim. Po pse? Sepse Partia Demokratike sot, thash herë, unë jo sot me kohë me vak, po sidomos këto 4 vjet e fundit. Nuk është një parti e cila synon të fitojë pushtetin në Shqipëri. Është një parti e cila ka synime të tjera, jo politike. Synimet e politike kanë nevojat e brendshme të lidershipit të partisë. Partia Demokratike, pra Partia Demokratike ka disa nevojat të brendshme. Po mirë, nuk mund të futen, thon popullorët që në një thes gjithë këta, domethënë. Po nuk është puna të futen në një thes gjithë këta. Sepse më të votuarit, po marr shembull, Rita Tabaku, Ilir Luemeti, këta ndoshta edhe ngren zë. Ndoshta kanë ambicie për më shumë. Nëse ngren zë nuk do ta fitojnë dot të betejë, do ta humbin. Pra nuk kanë ai vlerë. Domethënë përballë Berishës janë gjithë humbur thuat. Dyshim që nuk ka diskutim fare. Është shumë e qartë. Kështu që ata duke ditur këtë gjë nuk do ta bëjnë këtë gjë, as nuk do ta kërkojnë këtë gjë. Besoj që nuk do ta kërkojnë. Edhe mendoj që demokratët ta harrojnë reformimin e PD-s thuati. Shiko, padyshim që po, në këto kushte po. I vetë që mund ta reformoj PD-n, paradoksalisht, që nuk do ndodhi kurrë padyshim. Është po prap Berisha. Që nuk, ai them që mund, që ka potencialin ta bëjë, por nuk do ta bëjë, se ai s'mund ta bëjë, nuk mund dal kundër vetes. Por i vetë njëri që ka potencialin ta reformoj, po që ka potencialin, jo se do ta bëjë. Është Berisha, pra ai sepse ai ka potencialin të dal kundër Berishës. Atëherë le të bëhet dhe de jure që kjo parti është e Berishës, pa de jure nuk mund të bëhet se nuk e de jure. Jo, pa Berishën nuk ekziston PD, se praktikisht kështu i bie, apo jo? Shoqëritë dhe antarësia. Askush tjetër nuk e bë dot dhe bën vetëm Berisha. Kjo është shoqëritë dhe antarësia. Dëshpëruese faktikisht. Shoqëritë dhe antarësia e Partisë Demokratike, por përgjithësi shoqëritë kanë nevojë për narrativa që
ti mbajnë ata me gajret, kështu që kjo nuk mund të bëhet de jure. De jure do rikështu siç është. Partia Demokratike, partia opozitës shqiptare me radhë. Por de facto ajo parti me ironi sepse ti thua që nuk gjendet një zëvendësues i Berishës. Jo, nuk gjendet, nuk po më kuptoni Diana. Jo pra, nuk bën dot gjë. Për PD-n, për mirë. Pra vetëm Berisha ka këtë fuqi pra praktikisht. Jo se nuk gjendet zëvendësues formal, unë po them. Partia Demokratike ka një fizionomi të vetën. Ka një narrativ të vetën. Ka një filozofi të vetën. Ka një mënyrë se i bëjnë gjëra. Pra nuk ekziston një potencial aty që ta shkund një herë mirë edhe ta shndërroj në një alternativë. Po si mund të ta themi fjalë tjera për publikun. Çdo gjë në këtë botë është një sistem. Njeriu është një sistem, partia është një sistem, shteti është një sistem, universiteti është një sistem, ky podcasti është një sistem, edhe çdo sistem funksionon me parimet e sistemit. Sistemi ka vetëm një parim themelor. Të mbijetoj duke u riprodhuar me elementet e vetë sistemit. Kjo është natyra e sistemit. Nuk mund të dalë askush kundër sistemit thua. Po e ha sistemi. Pra organizmi njerëzor del një bëhen shumicë. Jo, nuk e lejon sistemi, nuk ka mundësi. I vetmi që ka potencial në këtë rast, ta nëshoj të gjë është vetë Sali Berisha. Kjo nuk mund ta bëjë sepse sistemi nuk mund të punojë kundër vetes, sepse aty sistemi është Berisha. Pra, sistemi në fakt është Berisha. Por Partia Demokratike është Berisha, sistemi është Berisha. Kështu në këtë kuptim, nuk mendoj që ka kuptim të flitet për këtë punë. Ajo duhet vazhdojë ashtu, duke ka jetën e vet të brendshme. Demokratët nuk vinë kurrë në pushtet. Praktikisht. Në këto kushte patyshim që jo. Ose do duhet pra, kur nënkupton në këto kushte, se këtu më lind pyetja tjetër mua, në këto kushte jo thua ti, por në kushte të tjera. Çfarë nënkupton me përtej këtyre kushteve? Kuptoj kalimin e viteve, kalimin e kohës. Zbejen e fuqisë elektorale të kësaj partie, zbejen e gjatë, largimin e shumë njerëzve për shkak të zbejes gjatë, ndoshta pas një kohë tjetër, kushte të tjera kur mund të prodhohet diçka tjetër. Ti po thua kur vdesin njerëzit. Po ndoshta edhe kështu. Domethënë, shiko, edhe kështu. Sistemet janë të forta, sistemet nuk ndrohen kollaj. Sistemet kanë thash fuqinë e vet për të riprodhuar me elemente vetë sistemit. Shumë dëshpëruese kjo për shkak. Nuk është dëshpëruese kjo, këto janë po për ata demokratë që morën tani edhe 16 vjet i bie të rinë në opozitë edhe shiko, demokratët janë shqiptarë si gjithë tjerët. Si janë shqiptarët tjerë, do demokratët. Unë jam demokrat. Ne demokratët, po themi, po fuzë veten time këtu, do jetojmë atë që na ofro sistemi jon për të jetuar. Pra Partia Demokratike këtë potencial ka sot. Nuk mund të jetë dot ndryshe. Duhet të jetë ndryshe. Për fat keq nuk mund të jetë ndryshe. Për fat keq është kështu. Kështu e nisi këtë gjë në shtator të 2021 kur Sali Berisha nisi luftën. Tani Berisha e ka në dorë thua ti dhe nuk e bën dhe nuk ka për të. Nuk e ka në dorë. Ka potencialin. Ka potencialin pra. Po në dorë se ka sepse ai s'mund dalë kundër vetes vet. Më kupton? Si, po pse se bën pra? Pse nuk jep? Nuk e bën kontribut për mirë, por për keq. Duhet të rrozoj Berishën. Duhet të rrozoj qendrimet e veta, duhet pra çfarë duhet i Partia Demokratike të fitojë? Duhet që fryma kundër spakut të ndryshojë, të jetë pra spakut. Duhet që ekipi i vjetër i njerëzve që kanë 30 vite të ndryshojë. Duhet që gjuha që pretendon të vërtetë absolute dhe kushdo që kundërshton është armik të ndryshojë. Duhet që partia të jetë shumë konservatore, shumë e djathtë, shumë e përvujtur, shumë e përunjur dhe shumë më, po themi, e matur. Që të bëjnë këto gjëra, duhet që të gjithë ata të eliminojnë veten e tyre. Do ta bëjnë ata, s'mund ta bëjnë, se njeriu nuk eliminon veten e tij, por ama potencialin ata e kanë ta bëjnë. Berisha, po do Berisha anullon edhe Berishën, anullon edhe Flamurnakun, edhe gjuhën e tyre, edhe qendrimet e tyre, edhe të gjithë tjerët. Unë po them si potencial. Pra unë po them unë po parashoj një paradoks në thelb. Sepse kjo është paradoks, sigurisht nuk mund ndodh. Po. Kështu që në këto kushte është koti të flasim për këtë gjë. Ata që do dalin kundër sistemit do goditen nga sistemi. Po mirë, këta më të votuarit, për shembull Tabaku, Ilir Ali Mehmeti, nuk i votuan qytetarët si një lloj shprese që ta marrin ndoshta këta situatën. Qytetarët dhanë një sinjal në këtë gjë, por sinjal është ai. Po çfarë pastaj sa dhanë sinjal, dhanë shumë mirë. Sinjali do mundohet të trajtohet në një mënyrë të tillë që këta të mendojnë që diçka po ndryshon. Pra, po themi kot, mund të ndodhë që nga vjeshta, ose nga janari vitit që vjen, ose mas disa kohësh, të ketë një lloj riformatimi, edhe ndërrohet personi A me Azim e rëndësi. Kaq. Po, çfarë nuk kuptonte ajo deklarata e fundit e avokatit Gjokutaj për shembull?
Po shiko, ajo nuk kupton që aty brenda ka një luftë brenda. Shiko, në Partinë Demokratike tani, që të themi të vërtetën, të gjithë njerëzit, ndoshta edhe Berisha vet, po të gjithë njerëzit, po e për Berishën, janë të bindur që kjo është gjendje e papranueshme. Janë të bindur që kjo gjendje duhet ndryshojë, janë të bindur që edhe Berisha po edhe të tjerë duhet të bëjnë një gjë tjetër, duhet të largohen ose duhet të transformohen. Gjithë e dinë të gjë. E thonë për Tovolina, e mendojnë, e besojnë. Në një mënyrë sot në Partinë Demokratike thonë se të gjithë janë antiberishist. Kuptimi që të gjithë duan që kjo gjë të marrë fund sepse kështu nuk fitohet. Por askush nuk e thot, edhe nuk do ta thot asnjëherë, sepse kanë frikë sepse sistemi do t'i eliminojë. Ama vlojnë brenda. Dhe aty ka grupime, ka pole, ka interesa. Tani ajo deklaratë është dëshmi e luftës së brendshme. Lufta e brendshme vazhdon aty. Vazhdon me mjete. Mendon se mund të shpërthej apo do të mbahet se kontrolluar? Jo, nuk shpërthen dot sepse sistemi është më i fortë se secili prej tyre. Ata kanë vetëm një mjet, vetëm një mënyrë, që nuk e bëjnë dot ata, dhe ky është një paradoks tjetër, që ata po të koncertohen së bashku, pra po të jenë bien gjithë dakord. Pra, aty është sigurt që gjithë deputetët e Partisë Demokratike duan tik Berisha. Gjithë kryetaristë e Partisë Demokratike duan tik Berisha. Gjithë shëllëngëtarët duan tik Berisha. Jo se nuk e duan Berishën, por sepse e dinë që kjo nuk ka kuptim më kështu. Nuk fitohet, nuk kemi ku të shkojmë kështu. Mirë po. Po teoria nuk lidhet me praktikën. Por ata nuk ndërmarrin dot veprimin sepse nuk koncertohen dot, sepse kanë qejf mbetje, kanë natë, nuk kanë besim te njëri tjetri, me radhë. Nuk bën dot grup, duhet të bën dot grup, po dalin njëri do ta godas sistemin do ta haj. I dyti, kështu që ata do rrin. Kështu që ajo deklaratë është dëshmi kësaj gjëje. Me deklaratë është gjë tjetër. Ajo dëshmon edhe faktin që ka përpjekje gjigande nga Berisha dhe nga Fryma që të mos lejojë asnjë lloj zëri të dalë. Se shiko, si është problemi? Po të bëjmë pak teori. Kur u vra Aleksej Navalny, ose kur vdiq, po themi Aleksej Navalny, shkronte i filozof perëndimor që pse e vrau Putinin, që do bëjnë gjë ky Aleksej Navalny Putinit, jo, si bën asnjë gjë, ç'e do bënte. Në vërtet fatkeqësi. Por ai e vrau, që sa ka vrarë, siç besojnë shumë njerëz. A pse nuk e beson ti këtë? Po ku e dimë se në 90 tash? Se ne ishim nuk e merr të mirë qen. Jo, dakord, po. Ne të dy dhe të gjithë tjerët me men kok, duhet që për gjëra që nuk kanë prova shtarruse të dukshme. Janë të rezervuar, patjetër të jap benefit of the doubt. Pra, po marr të mirë që e vrau. Ai thot një teoricinë e njohur, e vrau sepse e di që njëri në 1 milion ka kurajon të kundërshtojë. Nëse njëri në 1 milion ka kurajon të kundërshtojë dhe del dhe kundërshton, ai mund të shërbejë si shembull. I dyti, i treti, i pestë. Atëherë duhet të eliminohu. Pra jo sa ai personalisht do ta rrezikojë. Kështu që në Partinë Demokratike sot Shqipërisë ata dinë shumë mirë që nuk duhet leju të dalin zërat. Doli zë godite. Pra ose prodhojnë atmosferë shumë mbytyse që të mos dalë askush, sepse po doli dikush është e rrezikshme. Pra 1 2 3 4 5 po doli personi A, del personi B, del personi C, fillon edhe orkestrohet ajo. Edhe koncertohet edhe pastaj kthehet në problem. Që në këto kushte, ajo deklaratë që përmendet te zoti Gjykute mund të jetë pjesë e kësaj lloji përpjekje për të mos lejuar zëra të prodhojnë qëndrime të caktuara kundër linjës zyrtare të Partisë. Se foli edhe për plasje fizike. Tani ju sa besoni që ky rezultat i 11 majit ishte i vërtet, i pastër në thonjza se mund përdoret kjo fjalë faktikisht. I besoni farsës elektorale që pretendon PD? Jo, unë i besoj faktit që Shqipëria duke qenë një vend me demokraci hibride ku institucionet në masë dërmuese janë të nështruar nga kryeministri për arshtim të spagut, padyshim që rezultati zgjedhjes ndikohet nga këto institucione, nga përdorimi i administratës, përdorimi i parave publike, të mirave publike me radhë. Por besoj edhe tjetrin që kjo gjë ka ndodhur në 2021, ka ndodhur në 2017, në 2013 me radhë dhe ky lloj rezultati, me këtë lloj diferencë për 33 mandatesh, pra kjo lloj diferencë me 300.000 vota gati me disë dy partive të mëdha, është pa kontestueshme atë. Nuk diskutohet, patjetër. Kjo nuk ka dyshim. Shiko, unë të thash edhe herë. Unë merrem me shkenca politike. Kam vite që merrem me këtë gjë dhe ne dim shumë mirë që mjafton një tregues, një indeks i vogël, që është ai që e tham së bashku. Pëlqyeshmëri, mos pëlqyeshmëri. Nëse ke diferencë të thellë në mos pëlqyeshmëri me kandidatin rival nuk fiton kurrë. Në vitin 2005 në Shqipëri, po tregoj diçka kështu për kuriozet, ju keni qenë në Shëmërinë atë kohë, ndoshta nuk e, jo ndoshta, por nuk e sigurisht nuk e mani mend. Në Shqipëri erdhi një kompani amerikane për të bërë PR-in edhe konsulencën e Partisë Demokratike të Shqipërisë. 20 ditë më parë. BG&R quhet, pra Barber, Griffin and Rovers. Dhe ata bën këtë matin se amerikanët kanë traditë, pra kanë shumë zhvilluar shkenca politike dhe konsulencën. Bën matin e pëlqyeshmërisë dhe mos pëlqyeshmërisë së Sali Berishës. Dhe ju dilte negative, 3-4%, 48-22. Ai se mund ta ketë Rama sot. Ishte lart krahasuar me Berishën sot. Por ishte negative dhe ata u shqetësoan shumë sepse me atë lloj diferencë prapë është vështirë të fitosh.
edhe bën përpjekje gjigande që ta mbyllin atë hendek. Pra, kishin frikë që Berisha mund mos fitonte me një diferencë 4%. Imagjinoni mi diferencë 25 apo 30 me 70 që është diferencë me 40%. Pra është, kështu që në këto kushte, zgjedhjet e Shqipërisë kishin mbaruar para se të fillonin. Ka dhe gjë tjetër. Pse zgjedhjet kishin filluar para se të mbaronin. Partia Demokratike kishte dëshmuar inkoherenca të plota. Çfarë do thotë? Në fillim kisha thënë që ne jemi më të fortë se kurrë, vetëm ne mundim Ramën, ne çruam Partinë Demokratike nga pengmarrja, ne mbajtëm gjallë pluralizmin, ne do bëjmë revolucion, ne do bëjmë, ku diun, mosbindje civile, pastaj të rriqeshin, shkonin në parlament, dilnin, hynin, zbotishin, nuk hym kurrë zgjedhje me Ramën, nuk ka zgjedhje me Ramën, do bëjmë çmos që Rama të mos jetë kryeminist, pra inkoherenca të plota. Gjithashtu kishte edhe inkoherenca të tjera në qëndrime personale, luftë e paepur dhe luftë pa princip dhe luftë pa limit. Nga njëri tjetri duke akuzuar për vrasje, për shantazhe, për vila, për vjedhje apo jo, kështu që gjitha kjo gjë reflektohet, nuk mund të mbulohet kjo muajin e fundit apo 2 muajt e fundit. Është një gabim klasik. Edhe herë për të referuar prapë shkencave politike, historia politike e botës tregon që një parti gjykohet për gjërat që nga dita e parë, që ajo është në pozitë ose qeveri. Madje thot dikush, David Lidington, që mënyra si ti i bën gjërat ditët e para kur bie në pozitë ose mënyra si i bën gjërat ditët e para që hyn qeveri, ajo do të përkufizojë të gjatë 4 viteve ose 5 vite, varet sa ke mandatin, të qëndrimit në pozitë apo të qëndrimit në pushtet. Kështu që Partia Demokratike nuk u gjykua thjesht për këtë kamuflazhin një mujor i gjysmë për programin, jo paga, jo pensioni, jo kjo, jo u gjykua për historinë 4-vjeçare, për përpjekjen 4-vjeçare të Sali Berishës për ta marrë dorë Partinë Demokratike, për ajo lufte totale me sharje, me shpifje, me leva, me tolla, që në këto kushte, plus e pastaj edhe inkoherenca, pra se këto janë inkonsistenca, ndryshimet e qëndrimeve të vazhdueshme, që do reflektoheshin. Pra, në një farë mënyrë rezultati i zgjedhjeve dijej pretendimet për farsa më të madhe në 30 vite, këto janë pretendime politike që bëhen nga Partia Demokratike sepse janë nevojat e brendshme të Partisë Demokratike që e diktojnë këtë lloj gjuhë, këtë lloj diskuri. Tani është i kot domethënë turi që ka ndërmarrë kryedemokrati Sali Berisha, qoftë edhe e fundit denoncimi që bëri në Partitë Popullore Europiane. Domethënë është e kot kjo. Nuk është i kot, është i plot. Denoncimi farsës. Është i plot dhe ka të bëjë me nevojën për të rregulluar jetën e brendshme të Partisë Demokratike. Nuk ka të bëjë me popullin shqiptar, nuk ka të bëjë me politikën shqiptare. Berisha shkon në Bruksel jo për shqiptarët, për demokratët. Shkon te Partitë Popullore për të thënë demokratëve që unë po bëj namin, kështu që Në thjesht për të dukur është kjo gjë, për fasadë. e bën për të mos lejuar zëra që të kërkojnë që ai të largohet. E bën për të mbajtur në këmbë narrativën e farsës, sepse kjo narrativ i jep të drejtë të mos largohet. Jo se do të prodhojë gjë thua. Nuk i drejtohet shqiptarëve, nuk i drejtohet opinionit publik. Është një mënyrë komunikimi vetëm me korridorin e Partisë Pra Demokratike. në një farë mënyrë për të legjitimuar dhe mos largimin. Patjetër, është vetëm në këtë funksion. Pra, është e them me fjalë tjera, të themi me fjalë më politike. Ka shkuar në Bruksel për nevoja të brendshme të Partisë Demokratike dhe jo për të denoncuar një vjedhje, dhe jo për të denoncuar një farës, dhe jo për të rregulluar zgjedhjet në Shqipëri, dhe jo për të bërë të mundur përsëritjen e zgjedhjeve, dhe jo për të bërë të mundur denoncimin e zgjedhjeve. Nuk po denoncon zgjedhjet Sali Berisha në Bruksel. As nuk po denoncon një farës. Ka shkuar për të prodhuar një situatë të caktuar, gjuhësore, narrative, komunikative me votuesin demokrat i cili është shumë i shqetësuar. Është në zgrip të po themi të kolapsit, po themi në një farë mënyrë politike, për shkak të humbjes së tretë rradhasi dhe humbjes shumë e thellë. Edhe sigurisht që kërkon një zgjidhje. Pra nuk mund të pretendoj, dhe duke ditur Berisha që ky votues është në prag shpërthimi, atëherë do ta mbaj gjallë me garet me këto lloj veprimesh. Në qartë. Nuk është humbja e tretë, se është humbja nëse fuzim edhe zgjedhjet. Humbja e tretë zgjedhje parlamentare, pra 2017, 2021, 2025. Kjo është çështja. Problemi këtu ne mund ta trajtojmë ndoshta edhe në vijim bisedës, është për te kësaj që është opozita. Pra i bie humbja e 4 radhazi apo? E kam gabim. Se mori mandatin e 4 parlamentar. Por nuk ka qenë. Nuk quhet 2013 atë thoti? Po jo ka qenë qeverinë atë, nuk ka qenë opozitë. Do të them humbje si opozitë. Tani nuk do të prodhoj gjë thua ky turi Berishës. Padyshim nuk të prodhoj gjë. Si mund të prodhoj gjë? Shiko, Ediona. Për publikun e gjerë, se nuk është çështje se ne do të shërojmë votuesit PD-s do të shërojmë njëri tjetrin. Në marrëdhënie ndërkombëtare,
aktorët kryesorë janë shtetet. Që do të thotë qeveritë e shteteve. Po. Veç këtyre janë organizatat ndërkombëtare, ndërqeveritare të ngritura nga shtetet. Veç këtyre janë korporatat e mëdha ose mund të jenë njerëz me shumë influencë në botën e biznesit, ekonomisë apo të të fushë tjetër. Nuk janë aktorë ndërkombëtar partitë politike. Besha shkon takon partitë politike, të inspektat, funksionari, thotë kështu, nuk ka ndikim ato. Se ti se ka ndikim ato, nuk ka arsye kancelari Merz ta urojë kryeministin për zgjedhje. Nuk ka arsye Meloni ta urojë kryeministin për zgjedhje. Nuk ka arsye Macroni ta urojë kryeministin për zgjedhje. Apo lidhjet e tjera. Sepse partitë popullore europiane janë parti në të cilat një peshë madhe ka edhe partia e kancelarit Merz CDU-ja, dhe partia e Melonit, po ja, Fratelli d'Italia, dhe partia e Macronit, On Marsh, e me radhë. Meqense jemi te kurimet. Kjo është i qartë. Pra, këto janë lëvizje të Sali Berishës për të mbajtur me gajret votuesit dhe antarët e Partisë Demokratike. Meqense jemi këtu te kurimet, shumë u prit vonoi, por shubat reaguan. Një reagim i shumë diskutuar faktikisht. Po për ju si ishte? Reagimet nuk përmend fituesin, por një zgjedhje praktikisht. Reagimi i ambasadës amerikane. Shiko, duhet kuptojmë në radhë parë politika jashtë amerikane. Se po do i kishte varur shpresat aty, duhet thënë. Politika jashtë e SBA-s ka ndryshuar në mënyrë radikale. Presidenti Trump që nga janari i këtij viti ka përvijuar linja të reja të politikës jashtë amerikane. Politika jashtë amerikane është pak a shumë izolacioniste, pra kemi një rikthim të traditës vjetër amerikane para luftës së dytë botërore. SBA-ja është i vend që e ka patur gjithmonë të rëndësishme, të gjallë dhe të fortë rrymën e politikës së jashtme ndërkombëtare izolacioniste, që nuk përfshin shumë punë të botës, nuk merr shumë punë të botës, dhe presidenti Trump ka thënë që ne do merrem me Amerikën, nuk merrem me gjërat e botës, do merrem me gjërat e botës vetëm pak dhe rrallë, do merremi, tha zëvendës sekretari i shtetit Christopher Landau, do merremi kur na kërkohet dhe kur është e justifikuar. Dihet që ka qëndrime realisht kritike ndaj NATO-s, kërkon më shumë impenjim, thotë nuk duhem mbrojmë më në ju, mbrojeni vetë, kemi të rregjit Amerikës. Është kritik ndaj BE-s, e quajti Bashkimin Evropian një organizatë të krijuar për të dëmtuar SBA-n. Po tregohet indiferent ndaj zhvillimit në Kosovë, nuk ka folur fare, atje ka 2 muaj që nuk zgjidhet kryetari i kuvendit, ka 25 përpjekje. Pra, domethënë pati konflikt të madh ndërkombëtar midis Indisë dhe Pakistanit, ishte luftë dhe ata nuk durin fare, pra ka një zbeje, nuk është më Amerika intervencioniste e para janarit të këtij viti. Kemi një Amerikë tjetër. Në këto kushte duhen parë deklarata. Dhe ajo deklarata që ku diun për gëzim popullin qytetar për zgjedhje, është deklaratë fare e zbet për treguar që ne nuk kemi më në interes të madh tek Shqipëria. Kjo është pak a shumë gjëja e parë. Sigurisht që përdesa thonë që ne për gëzim popullin qytetar për zgjedhje, nuk i hyn fare muhabetet që ka fare, s'ka fare, e njohin si zgjedhje që kanë ndodhur dhe njohin edhe qeverinë si qeveri legjitime dala nga këto zgjedhje. Kaq. Por shqetësuese është kjo që duke qenë një mesazh aq i shkurtër dhe aq i ftohtë dhe aq i përgjithshëm, tregon që interesi i amerikanëve për çështjet tona ka rënë, përfshirja e amerikanëve në çështjet tona është më e vogël, edhe kjo është një gjë e keqe për ne shqiptarët, me të drejtën. Kjo u dëshmua edhe nga fjalimi më pas i zëvendës sekretarit sekretari Christopher Landau në Dayton të Ohio. Ka pasur në harkun e 48 orëve 3 reagime faktikisht. Duhet lexuar për te këtyre apo nuk? Jo, këto janë që thash unë, pra domethënë është një tërheqje e SBA-s nga çështjet e Europës. Angazhimi amerikan në Europë është më i zbet, padyshim. Në Shqipëri përpasoj, është më i zbet. E para, e dyta, ka dhe qasë tjetër që amerikanët po thonë që partnerët tanë në Europë nuk janë ata që prekin lirinë e shtypit, lirinë e medias, apo që stimulojnë imigracionin, dhe këtu e ka fjalën kryesisht për Gjermaninë, për Rumaninë, për Francën, për Anglinë. Pse për Anglinë? Sepse në Angli ka patur probleme shumë serioze me liritë fetare, sepse në Angli ka patur protesta që janë bërë për çështjen e abortit dhe qeveria britanike i ka arrestuar, duke dhunuar sipas amerikanëve dhe sipas shumë tjerëve dhe sipas me po doni juve lirinë e shprehjes. Në Gjermani ka patur sanksione ose të paktën morale, politike ndaj AFD-s, vendi ka pranuar shumë refugjat, gjë që Amerika nuk i ka qejf të lloj sjelljes politike. Në Rumani u anulluan zgjedhje prezidenciale, në Francë pati një dënim për kryetaren e Marine Le Pen, dhe amerikanët kanë reaguar. Pra në një farë mënyrë amerikanët thonë që ne, edhe tha dhe Samuel Jones, që ne do jemi partner me ata që kanë këto vlera. Shiko, nuk do të hyj shumë në analizë gjeopolitike, po J.D. Vance ka bërë qartë që në fillimin e Meniut, takimin e Meniut para disa muajsh. Konferencën e sigurisë. Edhe Pete Hegseth, sekretari i Pentagonit, ka bërë qartë ai gjithashtu
në Myni. E ka bërë qartë dhe këtë ditë në fakt në Azi Paqësore, se këtë ditë ai është në zonën e Azi Paqësorit, sekretari i Pentagonit, që amerikanët nuk duan më, nuk do t'i përkrajen ato vende të cilat nuk mbrojnë një lloj linje politike ose një lloj linje ideologjike sovraniste. Janë tek sovranizmi. Madje kanë nxjerrë një term që është, po themi, Christian nacionalizmi. Pra Christian nationalism. Që do të thotë që brenda këtij lloj koncepti do ketë sovranitet të këtyre vendeve të mbështetur edhe në vlerat të krishterëimit, për që do të thotë të huajt dhe migrantët do ta kenë më të vështirë të hyjnë në këto vende. Lufta ndaj migrantëve ose lufta. Shmangja apo masat kundër migrantëve do jenë më të forta. Ai që po ndodh në Amerikë. Në Amerikë, po nuk e di besoj, padyshim si gazetare e interesuar për këto gjëra, i ndiqni. Në Amerikë ka muaj të tërë që ka masa represive ndaj emigrantëve. Madje janë larguar edhe emigrantë me dokumenta të rregullta, si rasti i Kilmara Bregut që shkojnë e dërguan në Salvador. Edhe raste të tjera, ka vendime gjykatës që ndalojnë, vendime gjykatës që i lejojnë. Pra është një luftë është e vazhdueshme dhe këto teza, pra tezat e një Amerike të pastër, e një Europë të pastër, një Europë kristiane, le ta themi, një Amerike realisht kristiane, janë në qendër të politikës së re amerikane, kështu që nuk kanë interes të madh për zgjedhjet shqiptare, shkurt bllabeti. Po mirë, nëse ecim me këtë panoramë projekcionesh, sigurisht i bie që këtu tri pafundësisht PS dhe Edi Rama në pushtet, PD opozitat mos bëj kurrë rotacionin, ne aspirojmë Europën në afat shkurtër, madje siç thot kryeministri Rama. Bota në këtë rast nuk do bëj asgjë, do ta lejoj Shqipërinë. Ne kemi marrë disa gjëra for granted, thon, pra se ne kemi marrë mirëqenia. Ne kemi marrë mirëqenie që do kemi paqe, ne kemi marrë mirëqenie që do kemi zgjedhje të lira, do kemi qeveri që ndërroa, nuk u dion. Nuk është kështu. Presidenti Reagan ka thënë vitet 80 që nuk do marr për granted as liria, as demokracia, as e drejta. Këto janë vetëm një brez larg çdukjes. Bota, do të thonë, edhe sot i flasim ne, mbi 2/3 e botës nuk janë vende demokratike. Bota për shumë kohë nuk ka qenë demokratike. 150 vite ka patur probleme serioze, sidomos nga 45 në 90 pati probleme të mëdha me totalitarizmin komunist. Falni. Nga vitet të 20 ca deri në vitet 40 ca, fashizmi, nazizmi u bën një murtaj për botën. Pra, kështu që rreziqet janë të mëdha ende. Po, patjetër, mund të kemi perspektiva shumë të zymta. Unë shpresoj shumë që të mos ndodhen kurrë, po. Perspektiva zym kuptimi që edhe BE-ja mund të ketë një krizë, një çarje. BE-ja ka vështirësitë e veta sot. NATO mund të ketë një krizë, një çarje. Që sot do ndodhi kjo do jetë shumë më keq dhe nuk do ta ketë një në botë fare. Ka demokraci këtu. Kështu që në këtë kushte i takon elitës politike të shqiptarëve që të mendojnë mirë, gjërë dhe gjatë, që gjërat janë gjitha të rrezikuara. Edhe po edhe Rama mund të rri, pse mund të rri dhe dikush tjetër. Domethënë, kohët nuk janë të mira. Kështu që në këto kohë ka nevojë për përgjegjësi shumë të madhe, ma nuk mund të merrem ne na di tani të rriun kryetar mos rriun kryetar, të rriun komunist mos rriun komunist. Bëj gjithçka që do komunist. Blia ne shit tej fal gjova, bëj gjova, gjithë jetën e vet tu i bër makinacione si të rrimë pushtet. Ose makinacione si të rrikotar opozite. Kjo është dëshmi e liderit vogël, e leadershipit mendi shkurtër, mendi vogël që e ka menjen vetëm si të kënaqë egon e vet dhe epshin e vet politik, por thashë herë. Deri tani ne kemi qenë mbrojtur nga rrethana gjeopolitike, kemi qenë mbrojtur nga atmosfera në cilën jemi. Pra ne bota ka qenë paqe, Europa ka qenë paqe këto vite, paqe e brishta e paqe. Pas rënies komunizmit, BE-ja ka qenë aty, SBA-ja ka qenë aty dhe çfarë do lloj budalliqe që bënim ne këtu. Tu i vjedhë, tu i tender të bëj rrëmuin, ne prapë kishim garantuar disa gjëra bazike. Një lloj paqe, një lloj sigurie, në formë. Mund mos i kemi, jo domosdoshmërisht. Pra nuk mund të thuhet që i do t'i kemi. Këtë mungesën e gjatë ambasadorit amerikan në Shqipëri u e lidhni pikërisht me këtë që thatë? Shiko, me mos interes. Ka dy faza, ambasadori amerikan në Shqipëri që nga koha e largimit të Yuri Kim para një 2 vitesh ndoshta nuk ka ardhur për shkak të konfliktit të thellë politik SBA në radhë parë. Pra deri në janar nuk erdhi për shkak të konfliktit të thellë politik SBA. Nuk e di sa thash herë, po në SBA Partia Republikane zhvilloi një luftë shumë të fuqishme ndaj presidentit Biden. Senati amerikan u bllokua dhe nuk kalonte në procedurë miratimi dhjetra kandidatura që u propozuar. Për shkak të agjendës politike ideologjike të presidentit Biden. Ata nuk e pranojnë dot atë agjendë, ishte agjenda e abortit, agjenda e LGBT, se me radhë ata thonin që nuk e lejojmë atë gjë. Është pra çështjet e të drejtës për aborti kishin ata që punonin në Pentagon me radhë. Edhe nuk e lejuan.
Bile jo çështjen e ambasadorëve shqiptar, po çështjen e 10 funksionarëve të tjerë, edhe general lart të ushtrisë. Këmbë ushtria amerikane pa drejtues, pa general, ka qenë acting generals, acting commanders. Pra, tani kjo gjë është zgjedhur, pra Senati e ka fuqinë. E ka numrin, e ka presidentin, pra po do e bën që nesër. Por nuk e ka interesin, nuk e ka mendjen tash këtu. Pra tani në këtë fazë jemi, edhe besoj që ne për ikot gjatë jemi pa ambasador. Mund të vazhdoj kështu edhe një vit dy tjerë, nuk është se ka njëri mendjen të merret me këtë punë. Tash herë, ka një tërheqje të shërbas ato gjëra. Po nuk e kuptoj këtë gjë. Jemi duke fol kot. Për të mbetur te konteksti. Pra ata, më fal, ata që pretendojnë që SBA do hyj do vi do bëj namin e zi, jo, e kanë gabim, nuk do bëj asgjë. Të flasë kështu, në përgjithësi. Tani, për të mbetur te konteksti i zgjedhjeve edhe pak edhe tek i perspektivës po ashtu për të ardhmen, shihni potencial tek të rinjt që ishin jo pak në zgjedhjet e 11 majit, morën një rezultat. Nuk shoh asgjë. Jo aq në pritshmëritë e tyre, por nuk shoh në gjë shumë të madhe dhe e keni fjalën për forca reja politike. Po. Jo, sepse e para, sistemi jon politik është i mbyllur. Çfarë do thotë i mbyllur? I mbyllur do të thotë që një elitë politike e gjatë 30 vjeçare, 30 vjeçare, që ka ndërruar pushtetin herë njëra, herë tjetra, ka prodhuar të njëjtën bazë ekonomike dhe të njëjtën bazë mediatike. Pra, biznese klienteliste, mediat janë të dy partive, ose të kësaj elite, po që njihu këto. Gjithashtu kjo elitë kërcënohet nga SPAK-u. Atëherë bëhet dhe më e kalcifikuar. Baza mediatike dhe biznesi klientelist gjithashtu bëhet më i kalcifikuar dhe më solid. Edhe mendësia e njerëzve, edhe ligji elektoral dhe shumë ligje tjera funksionojnë për të mbajtur në këmbë këtë elitë. Kështu që është shumë e vështirë, ky sistem i mbyllur, është shumë e vështirë që ky sistem i mbyllur të çahet nga një parti e re. Pra, nuk ka mjete të duar, nuk ka burime të duara. Mjetet ku ajo komunikon, mënyra se ajo komunikon, gjithçka, pra burimet e sistemit, le të themi, në tërësi janë të tilla që nuk e lejojnë atë të ketë rezonancë në shoqërinë. Pra, nuk ka aksesin e dur si partitë e mëdha, ligji nuk është favorin e saj, baza ekonomike, baza mediatike, unë shtoj edhe një gjë tjetër, edhe krimi është i lidhur me dyja. Pra, dy partitë kanë edhe të njëjtën bazë krimi, pra kanë të njëjtën bazë ekonomike, të njëjtën bazë mediatike dhe të njëjtën bazë krimi. Po doni kanë edhe të njëjtën gjuhë, po doni kanë edhe të njëjtën sjellje. Kështu në këto kushte është shumë e vështirë. Edhe do ta shohim, kemi për ta parë. Ndonse për shkak të konsumit gjigant të dy partive të mëdha, ato prodhuan diçka. Ca shkëndija. Ato 60.000 vota, 70.000 vota, 50.000 vota, 40.000 vota të llapajt apo të agronshet, janë një shkëndije, por nuk do rriten dot. Nuk besoj që do rriten dot. Unë do doja shumë që të rriteshin. Unë do doja që të ishin shumë më shumë, të ishin një grup parlamentar 10-15 deputetë që të bënin, po të ishin kaq do ishte histori tjetër. Por po të ishin bashkuar ndoshta apo Po, edhe këta kanë kuvizionet e veta. Këta janë politikanë me pak përvojë. Këta janë politikanë me pretendime të mëdha dhe me besim më të shumë nga ç'duhet tek vetja dhe me vlerësim më të madh nga ç'duhet për veten e tyre. Shiko, thelbi i politikës është të njohësh faktin që je i kufizuar. Të njohësh faktin që nuk mund të bësh dot atë që do. Të njohësh faktin që do duhet të negociosh me të tjerë, do duhet të bashkëpunosh me të tjerë. Pushteti është fuqia për të organizuar dhe për të koncertuar veprimin me të tjerë. Ky është pushteti. Nëse ti të humbet aftësia për të organizuar me të tjerë, nuk ke pushtet. Edhe kryeministri Rama, nëse kryeministri Rama nuk do arrit të koncertojë dot veprimin e fuqisë vet, e grupit vet, e partisë vet, e njerëzve vet, do bjerë nga pushteti. Pra, ai nuk e lejon që të ketë po themi probleme në koncertimin e sjelljes dhe pra, si thon, vepron si një kor, një korale. Ky është fuqia, ky është pushteti. Pushteti është të veprosh në mënyrë korale. Këta nuk e bën dot, sepse kanë kufizim. Tani status quo nuk e rrezikon askush, as bota, as të rinjt, as jo, ka rrezik. Ka një rrezik. Jo. Ka një rrezik që ne nuk e them. Tani mbetet një alternativë fundit, se unë s'kam të tjera. SPAK-u për shembull. Po, ajo është një alternativë. Pra, rreziku i vetëm i sistemit ton politik është reforma si prokuroria speciale SPAK, e cila padyshim është armiku më i madh i tyre. Edhe kjo të vjetra për ditë nga dyja palët. Kryeministri Rama bën gjithçka që ajo të mos marrë frym. Ish kryeministri Berisha sulmon për ditë, Partia Demokratike sulmon për ditë, pra sepse ato të dyja janë prekur në mënyrë të dukshme. Ministrat, ish ministrat, ish kryeministra, zyrtari i lartë me është i prekur. Tani kjo do varet shumë sepse SPAK-u nuk mund të ketë fuqi ta bëjë të gjë pa përkrahjen e fortë ndërkombëtare. Deri ka qenë përkrahje e madhe amerikane. Për fat i madh
ka dash zoti që amerikanët nuk janë tërhequr nga SPAK-u. Pati një zbeje në janar shkurt, ose pati një tërheqje të grupit të ekspertëve që mbështetin SPAK-un, ekspertët e Departamentit Amerikan të Drejtësisë, ata u tërhoqën jo sepse ishte një vendim definitiv, por për shkak të rishikimeve të mëdha dhe riformulimeve të mëdha që po bëshin në Departamentin Amerikan të politika jashtë amerikane. Pasi ato politika u riformuluan dhe u riformatuan, u vendos që ato të rikthehen dhe ato janë aty në SPAK. Dhe SPAK-u vazhdon të ketë fuqi mbështetëse të madhe nga amerikanët. Nëse do vazhdojë kështu, edhe nëse do vazhdojë një përkrahje shumë e madhe dhe nga europianët, SPAK-u mbetet rreziku më i madh i dy partive të mëdha në Shqipëri. Pra, ai SPAK-u mund ta ndryshojë situatën. Pse mund ta ndryshojë? Sepse mund të godas qendra të mëdha pushteti të këtyre dy partive që koncertojnë veprimin e tyre kundër SPAK-ut, që kanë bashkë një njëjtën bazë ekonomike, një njëjtën bazë biznesi, një njëjtën bazë edhe të krimit, atëherë që si çmonton këto, sigurisht që sistemi do jetë më i hapur. Po u hap sistemi, do kemi seri tjetër. Edhe elektorale edhe politike. Kjo është, pra, e vetëm gjë që shkakton shqetësim dhe ankth politikës së lartë shqiptare, asaj që ka 30 vite që dominon vendin, është vetëm SPAK-u. Tani, këto kohë kanë kaluar për gjykim dy dosje nga ana e SPAK-ut për në gjykatën e posaçme të njohura që kanë të pandehur tashmë të akuzuar dy liderë të opozitës, Sali Berisha e Ilir Meta, secili me hesape personale. Ke pritshmëri, si ke pritshmërit për gjykimin e tyre? Pritshmërit janë të tilla që gjyqi do zgjaten, do bëhen tërkuz, Shqipëria ende nuk e ka prodhu do të atë lloj drejtësie që tjetë e shpejt, e saktë, me proces rregull ligjor dhe drejt ligjor që publiku të jetë i bindur dhe të palet mos e çelin gojën për vendimin e gjykatave, në kuptimin që të dihet botërisht që këto janë vendime të sakta. Ju duke qenë kështu, ato do sulmohen, do të rigjen zvarr. Unë do doja shumë që gjyqi të ishte i drejtë, për në kuptimin që edhe Sali Berisha dhe Ilir Metës t'i ofrojë një gjyq shumë i drejtë. Kjo është elementare. Pra, mirë, po, kush e ndan këtë pastaj se shikon, këta e ndan edhe gjykata dhe prokuroria ndajnë edhe këta vetë. Se edhe këta vetë mund ta pengojnë gjyqin e drejtë. Edhe gjykata mund të ketë tendenca, nuanca, nuk e di domethënë. Ose zhurmat në se varet kë quajnë gjyq të drejtë. Gjyqi i drejtë është gjyqi ku prokurori dhe avokati paraqisë prova debatojnë me njëri tjetrin, pa i mohuar drejt palës që akuzohet dhe duke i shqyrtuar në mënyrë të paanshme gjykata. Kjo është gjyqi i drejtë. Problemi është këtu që ne domethënë nuk është se ndodh kjo, sepse thash herë, ende ne nuk e kemi krijuar këtë lloj edhe po të gjyqtari i ndershëm nuk e krijon dot, sepse nuk të lën palët. Opinioni të gjitha. Mund të ishte zgjidhja që të bëheshin publik? Apo gjyqet hapura janë, jo, në publik është ajo. Gjyqi do jetë. Jo, unë them seancë mirëfilli, domethënë transmetim gjithkohës, për shembull apo. Ja, pas ka kuptim ajo nuk mund bëhet ashtu. Jo, që ti shërbej transparencës them unë kësaj. Ja, nuk mund bëhet ashtu sepse është ka gjëra që janë sensitive, që nuk mund të dalin, nuk duhet dalin, nuk mund të jenë objekti i gallatës publikut, por ato janë të hapura. Njerëzit mund të marrin pjesë seancë. Jo, për shembull Ilir Meta pretendon transparencë të tillë. Po nuk është puna çfarë pretendon Ilir Meta. Themi çfarë është. Domethënë kërkon këtë po them. Gjyqet nuk mund të jenë objekt ku populli bë gallat. Gjyqet janë objekt ku njerëzit mund të marrin pjesë. Jo si për gallat. Pra, gjyqet kanë natyrën e vet, kanë shqyrtimin e prova, kanë gjëra delikate, mrena ka shumë pyetje dëshmitare, nuk janë gjitha gjëra të, pra kanë privatësi, shikoj kur bën gjyqet në SBA, nuk ka foto nga gjyq, kur. Bën një kështu ata një grafik, një pikturim, një kudion, çfarë. E kupton. Pra nuk lejohet. Ai është person privat. Personi X, Y, Z, kudion. Dëshmitari, pse do nxjesh trezor dëshmitarin, s'po kemi dëshmitarin. Pra du të them që nuk mund të jenë kështu si thoni ju, është natyra e kjo është e drejtë. Pra me qenë pyetje për të dyja, unë të doja që shiko, të paktën deri tani kjo është një arritje e jashtëzakonshme. Jo për Sali Berisha dhe për Ilir Metën, po për të gjithë grupin e madh politikanëve shqiptar që janë hetuar nga prokuroria. Është rast fatlum, bekim, që u arrit një ditë që ata që kanë qenë persona të përprekshëm, ministra, deputet, drejtor, lloj zyrtari i lartë, të mund të hetohet sepse nuk hetoi. Prokuroria dhe gjykata e Shqipërisë në 30 sa vite kanë funksionuar vetëm për të hetuar dhe për të dënuar ata të shkretë që vjedhin i thes miell apo që zihen për i hugardë, zihen për i çati, zihen për një avllë, ku diun pret në pemë për sharrat e ngartuar njëri tjetrin. Pra bujit kështu kanë qenë mush. Po për njerëz të paprekshëm, pra për
zyrtar shumë të lartë korruptuar dhe për trafikantë dhe kriminal të rëndësishëm të drogës, të fuqishëm që bënin ligj në Shqipëri, nuk ka ekzistuar prokuria dhe gjykata. Fare. Kështu që është një gjë e mrekullueshme që më në fund disa njerëz po prekën po preken. Sigurisht që është shumë pak sepse do duhet që të dëshmohet fuqimisht që askush nuk është mbi ligjin. Drejtësia ka vetëm një parim, nuk ka parim tjetër drejtësia. Drejtësia ka parimin mbi ligjin nuk është askush. Mund të jesh mbret, mund të jesh general, mund të jesh komandant i madh, mund të jesh biznesmen miliarder i botës. Para ligjit ke atë fuqi që ka dhe ai që s'ka bukë në shtëpi dhe ai që jeton kasor. Këtë ditë po diskutohet shumë në fakt një detaj që ka dalë me zgjedhjen e treshës trupës gjykuese për dosjen Berisha, për dosjen Partizani, ku është Berisha e kam fjalën, që gjyqtarja, kryesuesja, është kushërire afërt me deputetën demokrate Andja Ulliri për shembull, është apo Shiko, këto janë çështje të gjykatës, besoj, që ose ligji parashikon që të jesh Goca Xhaxhaj dhe një deputet të partisë ku kryetari i partisë është një gjyq, pra nëse kjo është konflikt interesi, duhet largohet, nëse nuk është e parashikon ligj duhet vazhdoj gjyqi, se ai mund të jetë gjyqtare e mrekullueshme, mund të jetë gjyqtare drejt, punë e madhe që Goca Xhaxhaj është deputet, apo se jesh deputet Goca Xhaxhaj. Pra, duhet parë ligji, se unë nuk jam një ekspert i kodit penal, tani apo i kodit procedurës penale që të mund të gjykojnë nëse duhet të rri apo s'duhet të rri ajo vajza në çështjen e gjykimit të Sali Berishës. Unë ditë them këtë gjë. Në qoftë se kodi i procedurës penale përcakton që të qenit Goca Xhaxhajit e një deputete të partisë, së kryetarit Berisha është apo jo konflikt interesi, atë duhet dalë, nëse është konflikt interesi. Nëse nuk e thot, lutërri në gjyq. Unë po thash herë domthon ti mund të jesh Goca Xhaxhaj dhe mund të jesh gjyqtare shumë e pavarur. Mund të jesh shumë e largë se ke gjë fare, edhe mund të jesh korruptuar dhe e mbron. Pra, nuk është se varet nga kjo gjë. Sigurisht ne të prodhojmë zhurmë tani. Është relative thuam. Po patjetër që është relative. Kjo do varet nga procesi, po si turma gjykuese ka 3 vjet, ka 2 gjyqtarë të tjerë. Tu si po se ka se gjyqësori këtë të mirë ka në një farë mënyrë. Ka shkallë të tjera. Sigurisht. Apeli kjo. Edhe pse është bërë kjo, sepse duke qenë se gjyqësori vendos për gjëra jashtëzakonisht të rëndësishme. Atëherë ai duhet të jetë streha e vërtet e gjithëve, kështu që për të qenë streha e vërtet e gjithëve ka nevojë që të kontrollohen vendimet. Pra në këtë kuptim do të them që do vendoset, unë kam besim që gjykata e krimeve të rënda ka kapacitetin dhe seriozitetin e dur për të caktuar një trup gjyqësore që nuk ka konflikt interesi me Sali Berishë. Këtë besoj. Është qartë. Ndërkohë nga për ta mbyllur, meqense e nisëm me zgjedhjet, se mbyllim them unë me to, nga këto ankimimet që shpesh edhe po rrëzohen, nga këto pretendimet për rinumrime tjerë nga kandidatë të ndryshëm, pret ndonjë Jo, nuk prasi Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ti vën kapagun procesit, pra ta mbyllin me kapak procesin, sepse Partia Socialiste mos të merren me këto ankimime? Jo, atë të punë do bëjnë, nuk se do merren, do bëjnë ankimime për politik, po jo për të zbardhur gjë. Jo, po ka kandidat, për shembull Ilir Ali Mehmeti pretendon Nuk e lejon Partia Demokratike të dalë gjë aty. Shiko, Partia Socialiste nuk do zhurmë dhe Rama e tha në një qendrim që mbajtin lidhje me kërkesat dhe zonës zhylametit e tjera për të par kutit ose për par diskjet. Pra nuk do, sepse nuk do që të hyjë në këtë procesi të njollosjes së procesit zgjedhor. Mirë, pra, PD-ja e ka kaos këtë si PD-ja e ka kaos, por PD-ja nuk e ka kaos për të shpjeguar shqiptarëve që ç'a ndodhi. E ka kaos për politikën e brendshme të saj, sepse PD-ja e di që më mirë të thoj farës, më mirë të thoj u bën nam i zi, pa u hap kutia, sesa të hapet kutia dhe dali gjë më e vogël nga se të pretendon PD-ja. Kështu që PD-ja nuk ka interes as PD-ja. PD-ja ka interes që të rrijë në këmbë narrativa që ajo prodhon, jo fakti që dalin nga kutit. Nga kutit nuk kanë çfarë dalin fakte të mëdha. PD-ja ka prodhuar, ju e keni parë, diskutime, gjykime apo opinione hiperbolike. Jo 150.000 vota humbën, jo 500.000 vota u blen, jo 500 euro një vot, jo GPS në qendra kështu në zarfe, pra sepse është në natyrën e partive edhe të gjuhës populiste që të prodhohet një gjuhë hiperbolike. Kështu që nuk do as PD-ja, askush nga palët nuk do. Shiko, PD-ja dhe PS-ja janë të dyja shumë të kënaqur me rezultatin, në një farë mënyrë. Partia Socialiste ka fituar zgjedhjet dhe di që do të fitonte. Partia Demokratike ka humbur zgjedhjet, di që do të humbte, por lidership për Demokratike ka kontroll të plot mbi Partinë Demokratike. Kjo është fitore për të. Ka patjetër. Kështu që nuk ka në interes të madh të hyjnë në ndrallave tash me
sepse nuk ka çfarë del në kutit, nuk del në gjë e madhe. Ndërkohë që demokratët bëjnë thirrje jo po hyrin në grevurinë ku vende jo shpresojnë ende ata tek ato janë thirrje, nuk i dim pra pas skenat. thirrje antarësh, ata dhe mund t'i dinë, po ka i problem. Qenia njerëzore nuk funksionon dot, po nuk shpresoj. Po, edhe kur e di që nuk ka. Kështu që kjo është, kjo mund themi është iluzion, mund themi është wishful thinking, mund themi në çfarë duam, por nuk funksionon dot. Ti mund ta dish me bindje të plot, por e beson sepse duhet ta besosh. Edhe ti as nuk e beson jo, po e bind veten tënde sikur e beson. Është një lojë që e bën trurin njëri. Po dhe kandidatët ku të gjejnë të drejtën tani, këto po e bëjnë hidhe prit, drejtojnë KQZ, kaset, nga ana tjetër edhe DHL-ja në një reagim i lau duart për vete, tha unë nuk ngatërohem me këto akuzat që bëni ju, politike financiare, s'kam pikëlidhje. Shiko. Të votën diasporës. Politika është e kot kjo është. Politika nuk funksionon dot, po nuk prodhoi për ditë tagji, po të themi, për njerëzit. Ka një shprehje për tonë amerikanët, tagji për lajmet e mbrëmjes tonë amerikanët. Pra, fodder for evening news. Kështu edhe prodhoi sepse duhet prodhu. Jo se pra është qëllimi në vetvete prodhimi i tagjis. Duhet të hedhësh diçka njerëz, të han diçka. Koto është ajo po të han, pastaj nesër para si puna, sepse njerëzit që punojnë ato kompanie skor, do të korrin për ditë. Një thashë them, një konspiracion, një rrem, një shpikje, një gjë. Ja, tani për shembull miratimi i Partive Popullore Europiane për nisur një mision faktmbledhës në Shqipëri, siç e kërkoi Berisha, u plotësua, kështu që siç ka bërë dhe në disa vende të tjera. Do vinë ata. Jo, edhe demokratët ja. Ja ta them diçka. Diçka do ndodhi kjo. Do vinë disa njerëz Partive Popullore nga Partia Popullore. Mora për shembull, si shembull. Do vinë, do takojnë Sali Berisha, do takojnë njerëz të tjerë, do marrin konferencë shtypi, do ikin, do thon pesë gjëra, do thoj servisat pesë gjëra, do kaloj vera, do vi vjeshta, kështu nuk kaloj. Po, harrohet pastaj. Erdhën zgjedhjet e tjera pastaj. Nuk puna harrohet, nuk ka çat më mend aty, është ajo kryhet vetëm për xhiruar. Duhet thjesht xhirojmë, tecim. Shiko, kur jemi biciklet, po nuk e dhe këmbë rrezohesh. Jepi tash vazhdo kjo punë. Më doli nga mendja të pyesja, me këtë do ta mbyll shumë shkurt, duke qenë se pritet që nga muaj në muaj ndoshta se në fund është dënimi i Ervin Saliani, mund të pritet prej tij ndonjë akt referuar me zhvillimet nga Ervin Saliani pas 11 maj në PD apo jo, mund të pritet. Ashtu, më thon të drejtën, ndoshta ka reflektuar atje. Ai nga më thon të drejtën, ai nga politikanë e rinj të PD-s është më kurajozi. E ka dëshmuar të gjë që nga viti 2015-16. Kjo është e sigurt fare. Që është më kurajozi edhe fakti që është edhe atje mbrenda në burg është pse është kurajoz. Jo. Pra edhe atje mbrenda është për shkak kurajoz. Mirë, po pyesja se ndoshta atje edhe merr një fuqi tjetër, një edhe mund të bëj diçka. Kështohet guximi ose. Po patjetër. Jo, ai ka qenë i tillë edhe para se shkonte. Ndoshta është bërë mund të bërë të pagu shumë i guximshëm. Unë para ata kam vlerësim si politikan në kuptimin që flet me kokën e vet, kur thon pra speaks his mind, flet me kokën e vet. Edhe ka kurajo, edhe ditë të kuptoj çfarë është elektorati edhe marrëdhënia me njerëzit. Që shumë pak njerëz të Partisë Demokratike dinë kështu, edhe mund të bëj diçka. Pra nuk është çudi që Ervin Saliani, sepse do dalë besoj del së shpejti, ai është një figurë e rëndësishme për Partisë Demokratike. Mund të thoj diçka. Faleminderit që të kisha në studio. Faleminderit juve. Faleminderit të nderuar miq, pa shoq do të rikthehet sërish.